Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mbani aloe vera në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 8 probleme. Aplikimi i aloe verës në djegjen e diellit është vetëm një nga mënyrat për të përfituar nga kjo bimë e fuqishme. Në fakt, ajo që prek vetëm sipërfaqen. Lloji i bimës është përdorur në mënyrë medicinale që nga fillimi i shekullit të parë. Sidomos edhe në vendet e gatishullit arabik, Afrikën e Veriut dhe është një nga bimët më të njohura në botë. Por si mund ta përdorni atë? Si të brendshme dhe ashtu aktuale, aloe vera ka veti qetësuese dhe shëruese që e bëjnë atë një nga mjetet më të mira natyrore në të gjitha format e acarimeve. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që kjo bimë do t'i japë në mbrojtje të shëndetit tuaj. Ajo lufton urthin. Shumë njerëz vuajnë nga GERD, sëmundja e refluksit gastroezofageal, dhe përdorin ilaçe pa recetë për të maskuar simptomat. Por aloe vera bën një alternativë të shkëlqyer natyrore edhe për të lehtësuar shëndetin tuaj. Edhe pse jo të gjitha llojet e bimës aloe verës janë të sigurta për të konsumuar, ka lëngje aloe vera të disponueshme që mund të ndihmojnë në zbutjen e acarimeve dhe inflamacioneve të cilat do të shkaktojnë edhe probleme të urthit. Aloe vera mund të përdoret gjithashtu edhe si ndihmës edhe në ruajtjen e ushqimeve. Ju bëni çmos për të blerë perime organike, por fakti është se ato kanë më shumë të ngjarë të shkojnë më shpejt në alternativa për të prishur. Lajmi i mirë se ju mund të aplikoni një shtresë të hollë të aloe verës në ushqimet tuaja dhe ato do të qëndrojnë të freskëta për një kohë vërtet të gjatë. Aloe vera është një nga alternativat më të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Nëse doni të keni dhëmbë të shëndetshëm, aloe vera mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj. Ndoshta keni dëgjuar tashmë që vaji i arrës së kokosit funksionon mirë për pastrimin e dhëmbëve, por e njëjta gjë mund të thuhet edhe për aloe verën. Karakteristikat natyrore të bimës, përfshirë vitaminën C, mund të fuqizojnë përmes pllakës dhe të mbrojnë kundër bakterieve që shkaktojnë problemet e mishrave të dhëmbëve. Aloe vera është një bimë shumë e mirë kundër infeksioneve. Me veti të fuqishme antibakteriale, aloe vera bën një vaj të shkëlqyer për prerjet e infektuara. Për shkak të aftësive të saj qetësuese, ajo gjithashtu punon për të lehtësuar në mënyra efektive edhe për të zvogëluar komplikacionin. Aloe vera është një hidratues shumë i mirë i lëkurës suaj. Industria e kujdesit për bukurinë prodhon hidratues që janë të mbushur me kimikate të destinuara për të tharë lëkurën dhe për të inkurajuar blerjen e përsëritur. Aloe vera është një alternativë e sigurt dhe efektive kur bëhet fjala për balancimin e niveleve natyrore të lagështisë së lëkurës. Si bimë që lulëzon në klimë të thatë dhe mund të përdoret në shumë mënyra, ajo e mban ujin dhe treq lagështinë dhe vepron si një mbrojtës kundër thatësisë të lëkurës suaj. Jo vetëm që hidraton lëkurën, por gjithashtu eliminon edhe aknet. Aloe vera është një ndihmë shumë e mirë edhe për të lehtësuar problemet e kapslëkut. Një xhel i bërë nga ekstrakti i aloe verës u gjet i dobishëm në një studim për të lehtësuar kapslëkun. Përdorimi i lëngut të aloe verës mund të ndihmojë zorrën e trashë, ta mbajë ujin dhe të stimulojë lëvizjen e zorrëve të poshtme. Madje është treguar shumë efektive më shumë se sa ilaçet konvencionale laksative. Aloe vera është një ndihmë shumë e mirë edhe në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Një studim tregoi se vetëm 2 lugje dhe lëng aloe vera në ditë mund të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit të diabetikëve. Me një aromë të ëmbël natyrale, lëngu i aloe verës mund të plotësojë dëshirën e sheqerit pa hedhur nivelin e sheqerit në gjak. Ajo mund të përdoret gjithashtu si një lubrifikant personal. Ndoshta, një lubrifikant i tepërt, por me bazë aloe vera, nuk është vetëm i sigurt, por pahash i ekuilibron dhe largon infeksionet dhe bakteriet, dhe mund të cilësohet gjithashtu si një nga përdorimet më të mira për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit do të luftojnë gjithashtu radikalet e lira, të cilat duke i neutralizuar do të parandalojë edhe përhapjen e problemeve të ndryshme. Mosha e bimës së aloe verës ka një rëndësi të veçantë, e cila mund të ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Aloe vera është një bimë medicinale e cila mund të japë rezultate fantastike edhe për tretjen.
Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave të cilat bëjnë në mrekullin gjithashtu për sistemin tuaj tretës. Veçanërisht enzimat që ndodhen tek aloe vera ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit dhe yndyrnave të cilat mund të shkaktojnë më shumë probleme me tretjen. Aloe vera përmban aminoacide thelbësore. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi i njeriut? Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme, dhe të tjera mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe gjithashtu ushqimit. Aloe vera është një bimë shumë e mirë ushqyese edhe për shkëlqimin e lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën aloe vera në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme të cilat i duhen vazhdimisht lëkurës suaj. Minerale kyçe të tilla si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani, fosfori, natriumi dhe zinku gjenden rregullisht tek bima e aloe verës. Ndaj përdoreni këtë të fundit për të pastruar fytyrën në mënyrë që të dukeni për erë të reja dhe gjithashtu edhe me një lëkurë më të freskët. Rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Aloe vera është një bimë shumë e mirë edhe kundër problemit të akneve. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, i cili do të luajë një rol kryesor në produktet e bukurisë, aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrën natyrore që prodhohet nga vetë lëkura. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut. Aloe vera është një nga bimët më të mira të cilat mund t'japin rezultate fantastike edhe në rregullimin e lëkurës nga qelizat të dëmtuara. I ftohti shpesh shkakton edhe sëmundje dhe shkatrime të qelizave, duke sjellë kështu dëmtime edhe hapjen e plagëve në pjesët më të ekspozuar të trupit. Fazat e këtij dëmtimi janë 4. Fillimisht lëkura do të skuqet, pastaj krijon gjithashtu edhe një formacion të lëngshëm, dëmtohet shtresa e sipërme e lëkurës dhe në fund rezulton edhe në gangren. Prandaj aloe vera mund t'ju vijë në ndihmë në këtë rast për të përmirësuar gjendjen tuaj, citon Elftisaj. Aloe vera është një bimë shumë e mirë që mund t'japë rezultate fantastike edhe në rritjen më të mirë të flokut. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur qarkullimin e gjakut në skalp. Enzima përbërëse të aloe verës do t'i japin asaj mundësinë dhe lëndët e dobishme për balancimin e pH-it të kokës, dhe gjithashtu rezultatet që do t'i japë janë vërtet të rëndësishme. Nëse doni të reduktoni nivelet e sheqerit në trup, atëherë përdorni bimën aloe verës. Diabeti është një çrregullim i metabolizimit të karbohidrateve i karakterizuar nga sekretimi i ulët i insulinës. Këtë shkak, shkaqet, simptoma dhe trajtimi varion dhe duhet të vëzhgohet me kujdes. Një studim tregoi se bima aloe verës mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj edhe për të përmirësuar luhatjet e sheqerit. Shëndeti juaj i stomakut gjithashtu do të përfitojë nga përdorimi i kësaj bime. Vaji aloe verës ka përfitime dhe avantazhe të mira gjithashtu edhe kundër inflamacioneve. Ai ndihmon në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat të mbrojnë gjithashtu sistemin tretës. Ky vaj është shumë i dobishëm për të trajtuar simptomat e zorrës së irrituar, konstipacionit, gjithashtu edhe refluksit acid, dhe mund t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Aloe vera është një bimë shumë e mirë edhe kundër shenjave të lëkurës. Ky vaj përshpejton procesin e shërimit të shenjave të lëkurës dhe parandalon gjithashtu edhe formimin e tyre. Vaji aloe verës mund të shërojë kapilarët e zgjeruar dhe gjithashtu të lehtësojë problemet e tyre. Sistemi juaj imunitar do të përfitojë ndjershëm nga përdorimi i kësaj bime. Aloe vera përdoret për të mbajtur nën kontroll nivelet e glukozës në trup, duke forcuar më shumë imunitetin dhe duke mbajtur larg kështu inflamacionet. Përdorimet e aloe verës në dietën tuaj të përgjithshme do ta bëjnë atë një nga alternativat më të çmuara në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij, citon Elftisaj. Ndaj mos nguroni që ta përdorni atë si duhet. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.